Ndryshimet e propozuara në ligjin për arsim të lartë dhe ligjin për cilësinë në arsimin e lartë përbëjnë ndërhyrje të drejt për drejt në autonominë universitare, e cila është kategori kushtetuese dhe pjesë e pandashme e rendit juridik dhe demokratik të shtetit, reagojnë nga ASH-ja e Erben të Rabarit. Sipas tyre, vendosja e strukturave të reja drejtuese me ndikim politik mbi organet akademike ekzistuese cënon parimin e veçqeverisjes universitare dhe zhvendos vendimarrjen nga komuniteti akademik drejt pushtetit ekzekutiv. Aleanca për shqiptarët vlerëson se krijimi i mekanizmave të centralizuar për përcaktimin e finansimit universitar, përfshirë përcaktimin e shumës totale të mjeteve për universitetet, përbën shkelje të parimeve të menaxhimit financiar publik dhe anashkalon procedurat e përcaktuara me ligjin për buxhetin. Finansimi në këtë formë rrezikon të shndrohet në instrument kontrolli politik dhe jo në mjet për zhvillim akademik dhe kërkim shkencor. Ndërkaq, Ministria e Arsimit Vesna Janevska thot se ligji i ri për arsim të lartë nuk e cënon autonominë e universiteteve, por vendos obligimin e llogaridhënies drejt qeverisë për mjetet që i marrin. Ovaj закон никако не е чепната, но пък универзитетите трябва да се свесни. Me këtë ligj nuk preket autonomia e universiteteve, por universitetet duhet të jenë të vetëdijshme se pjesa më e madhe e tyre duhet të japin llogaridhënie në qeveri për mjetet që i marrin. Për momentin, kërkojmë ringjalljen e llogaridhënies pa u përzier në lirinë e tyre akademike. Duhet t'i thonë vërejtjet, për shkak se asnjë trup që parashihet me ligjin nuk varet nga qeveria, përveç kuvendit që është themelues. Një mënyrë e re e financimit të institucioneve të arsimit të lartë, forcimi i kritereve për avancim në titujt e fakultetit dhe ndryshimet në programet studimore janë disa nga risitë që Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska i prezantoi kohë më parë në një konferencë për media. Ajo prezantoi propozim ligjet për arsim të lartë për cilësinë, arsimin e lartë dhe për shkencën dhe për veprimtarinë shkencore hulumtuese.